Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhënie dashurie, sot mund të ndiheni më të afërt me partnerin tuaj, por është e rëndësishme të shmangni keqkuptimet. Në punë do të keni mundësi të shfaqni aftësitë tuaja, ndaj mos nguroni të merrni iniciativën. Kujdesuni për shëndetin duke mos e tepruar me lodhjen, pasi trupi juaj kërkon pushim. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni më gjatë para se të investoni. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot do të ndjeni nevojën për më shumë harmoni në marrëdhëniet personale, ndaj komunikoni hapur me të dashurit tuaj. Në punë mund të përballeni me disa sfida të vogla, por këmbëngulja do t'ju ndihmojë të arrini sukses. Shëndeti kërkon pak më shumë vëmendje, veçanërisht në aspektin emocional. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni huazimet ose borxhet e reja. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Dashuria sot do të sjellë emocione të reja dhe për beqarët mund të shfaqet dikush interesant në jetën tuaj. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen, prandaj mos hezitoni t'i ndani me të tjerët. Shëndeti është i mirë, por kushtojini vëmendje dietës suaj. Në aspektin financiar, mund të merrni një lajm të mirë ose një pagesë të vonuar. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në marrëdhënie, sot është koha e duhur për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të forcuar lidhjet me partnerin. Në punë, mund të përfitoni nga bashkëpunimet ose projektet në grup. Shëndeti do të përmirësohet nëse i kushtoni vëmendje aktivitetit fizik. Në financa, është momenti të bëni plane afatgjata dhe të kurseni më shumë. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Marrëdhëniet dashurore do të jenë të qeta, por mund të ndjeni nevojën për pak më shumë liri personale. Në punë do të keni energji të mjaftueshme për të përfunduar detyrat e grumbulluara, por mos harxhoni kohë me detaje të panevojshme. Kujdesuni për shëndetin mendor duke u marrë me aktivitete relaksuese. Financat mund të përmirësohen nëse jeni të kujdesshëm me shpenzimet. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot do të ndiheni të mbështetur nga partneri dhe familja, duke sjellë harmoni në marrëdhënie. Në aspektin profesional, mund të merrni një ofertë të re ose të nisni një projekt të rëndësishëm. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos e anashkaloni ushqimin e shëndetshëm. Në planin financiar, është mirë të shmangni rreziqet dhe të jeni më pragmatik. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Dashuria do të jetë në plan të parë sot dhe ndjenjat reciproke do të forcohen më shumë. Në punë, priten ndryshime pozitive që do t'ju japin mundësi për avancim. Shëndeti është i mirë, por nuk duhet të neglizhoni pushimin dhe gjumin e mjaftueshëm. Financat do të jenë të stabilizuara, por mos investoni para në projekte të pasigurta. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Sot mund të përjetoni momente pasioni në çift, ndërsa beqarët do të kenë mundësi të reja për njohje. Në punë do të keni sukses nëse bashkëpunoni me kolegët dhe tregoheni të hapur ndaj ideve të reja. Shëndeti kërkon më shumë kujdes për shkak të stresit të akumuluar. Financat janë të mira, por planifikoni shpenzimet për të shmangur surpriza të pakëndshme. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në marrëdhënie mund të hasni disa tensione të vogla, por dialogu do t'ju ndihmojë t'i zgjidhni. Në punë do të përballeni me sfida që kërkojnë vendosmëri dhe organizim. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdesuni për aktivitetin fizik. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj shmangni blerjet impulsive. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar.
Dashuria do të jetë e qetë, por përmirësimi i komunikimit me partnerin mund të sjellë kënaqësi të reja. Në aspektin profesional, është dita e duhur për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt qëllimeve tuaja. Shëndeti paraqitet i mirë, por mos e neglizhoni pushimin. Në financa, ka gjasa të merrni një ofertë të favorshme ose të përfitoni nga një mundësi e re. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në marrëdhënie do të ndiheni të sigurt dhe të vlerësuar, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë në çift. Në punë, mund të merrni përgjegjësi të reja që do të rrisin reputacionin tuaj. Shëndeti është i mirë, por është e këshillueshme të ushtroni më shumë aktivitet fizik. Financat janë të stabilizuara, por planifikoni më mirë për të ardhmen. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Dashuria sjell lajme të mira, veçanërisht për ata që janë në një lidhje të re, pasi do të ndjeni përkushtim të ndërsjell. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja kreative, çka mund t'ju sjellë vlerësime. Shëndeti është i kënaqshëm, por mos neglizhoni kontrollet periodike. Financat do të përmirësohen fal një vendimi të mençur që keni marrë kohët e fundit. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një